Përshëndetje shenja akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbreti i monedhave, asi i shkopinjve, perandoresha, 3 monedhat. Kjo javë duket se nis me energji shumë të fortë, stabiliteti dhe krijimi. Mbreti i monedhave tregon se po përpiqeni të merrni kontroll mbi jetën tuaj materiale, mbi jetën tuaj emocionale ose profesionale. Kjo është energji pjekurie, sigurie dhe dëshire për të ndërtuar diçka afatgjatë. Ju mund të ndiheni më të fokusuar ose të fokusuara tek siguria, tek puna, tek financat ose tek krijimi i një jete më të qëndrueshme. Asi i shkopinjve sjell zjarr të ri, ka motivim, ide, dëshirë për të nisur diçka ose për të rikthyer pasionin në jetën tuaj. Kjo kartë shpesh tregon fillim të fuqishëm, një energji që ju zgjon nga stagnimi. Më pas shfaqet perandoresha, një nga kartat më të bukura për energjinë personale, sepse perandoresha flet për rritje, tërheqje, mirëqenie, bollëk, krijimtari dhe fuqinë për të ushqyer veten dhe jetën tuaj me dashuri. Mund të ndiheni më tërheqës, më tërheqëse, më të ndjeshëm, më të ndjeshme ndaj bukurisë dhe më të lidhur me intuitën tuaj. 3 monedha tregon ndërtim gradual, ka mbështetje që mund ta jepni ose ta merrni, bashkëpunime ose njerëz që vlerësojnë aftësitë tuaja. Kartat këshillojnë të mos e nënvlerësoni forcën që po ndërtoni gradualisht, edhe nëse emocionalisht ndiheni të lodhur ndonjëherë, sepse është normale. Gjithsesi, kartat tregojnë potencial të madh për sukses dhe për rritje. Kalojmë tek familja. Në familje kemi drejtësia, kalorësi i monedhave, 8 monedhat, kalorësi i shkopinjve. Në familje, drejtësia nënkupton situata që kërkojnë ndershmëri dhe vendime të drejta. Mund të ketë biseda serioze ose nevojë për të vendosur kufi më të qartë brenda familjes. Kalorësi i monedhave sjell energji të ngadaltë, të kujdesshme dhe të qëndrueshme. Dikush në familje mund të jetë shumë praktik ose i fokusuar tek detyrimet dhe siguria. Ka ndjenjë përgjegjësie, edhe nëse emocionet nuk shprehen shumë. 8 monedhat tregon përpjekje dhe punë të vazhdueshme në marrëdhëniet familjare. Duket sikur disa gjëra po mbahen gjallë përmes durimit dhe rutinës, por kalorësi i shkopinjve sjell një energji më impulsive. Kjo mund të tregojë për disa debate të shpejta, reagime emocionale të vrullshme, ose dikë që vepron në mënyrë të pamatur ose në mënyrë të paqëndrueshme. Një person mund të përpiqet të mbajë qetësinë, ndërsa një person tjetër vepron në mënyrë impulsive, ose ndoshta të dyja këto veprime manifestojnë vetëm tek një person që mund të jeni ju ose një person në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Kartat këshillojnë të mos lejoni që tensionet momentale të prishin ato që është ndërtuar me kohë dhe me mund. Disa njerëz këtë javë mund të reagojnë nga lodhja emocionale dhe ndoshta jo nga mungesa e dashurisë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 5 shkopinj, faqa e monedhave, karroca, kulla. Në dashuri, kjo duket si sfera më intensive për ju gjatë kësaj jave. 5 shkopinj sjell tension, konkurrencë, debate ose konflikt energjish. Në dashuri mund të ketë përplasje egosh, xhelozi, keqkuptime ose tension të akumuluar që ekspozohet. Faqa e monedhave tregon megjithatë se dikush dëshiron stabilitet ose po përpiqet të afrohet me më shumë seriozitet. Mund të ketë komunikim të kujdesshëm, një ofertë, një mesazh ose përpjekje për të ndërtuar diçka reale.
Mund të jeni ju ose personi në jetën tuaj ose personi në mendjen tuaj. Karoca është kartë shumë e fortë për lëvizje, për udhëtime dhe për vendosmëri. Një situatë dashurie duket se nuk do të qëndroj pezull gjatë kësaj jave, sepse dikush do të marrë drejtimin. Ka një energji të tipit ose ecim përpara ose ndryshojmë drejtim. Dhe më pas shfaqet kulla. Kulla është shumë tronditse, por edhe shumë e rëndësishme. Kulla rrëzon iluzionet. Në dashuri, çfarë mund të nënkuptoj kulla? Kulla mund të tregoj një zbulim të papritur, mund të nënkuptoj një debat të madh, prishje e balance, ndarje për disa, ose një të vërtetë që nuk mund të fshihet më, por kulla nuk vjen për të shkatruar pa arsye. Kulla vjen kur diçka nuk mund të vazhdoj mbi baza të paqëndrueshme. Në disa raste, kjo kartë tregon krizë që çon në transformim. Në raste të tjera, mund të tregoj fund të menjëhershëm të një dinamike toksike. Narrativa e dashurisë këtu duket sikur tensioni ka qenë duke u grumbulluar prej kohësh dhe tani ndoshta nuk kanë ku të qëndrojnë më heshtja apo shtirja. Kartat këshillojnë të mos kapeni pas asaj që po shembet natyrshëm, sepse e vërteta edhe kur dhemb është më e shëndetshme se sa një qetësi e rreme. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 monedhat, 10 monedhat, 5 shpatat, asi shpatave në të kundërt. Në punë, 6 monedhat dhe 10 monedhat janë karta shumë të forta për financa, ndihmë, mbështetje dhe stabilitet material. Mund të ketë përmirësim ekonomik, ndihmë financiare, bashkëpunime të dobishme ose ndjenjë sigurie afatgjatë. Megjithatë, 5 shpatat tregon tensione mendore, konflikte ose situata ku dikush nuk luan drejt. Mund të ketë konkurrencë të fshehtë, manipulim ose debat profesional. Asi i shpatave në të kundërt përforcon problemet e komunikimit. Duket se ka paqartësi, moskuptime, ose të vërteta që nuk po thuhen hapur. Mund të ndiheni sikur nuk po merrni informacion të plot. Kartat këshillojnë të mos hyni në konflikte të kota, ruani qetësinë dhe kërkoni qartësi përpara çdo vendimi profesional. Financiarisht ka potencial pozitiv, por komunikimi kërkon kujdes. Kalojmë në prizëm orakel ku kemi dhimbje. Dhimbja është zemra emocionale e gjithë interpretimit. Dhimbja është shfaqur për të treguar se ekziston një plag që kërkon vëmendje. Mund të jetë një zhgënjim i vjetër, dhimbje emocionale e pambyllur, frikë nga humbja, ose lodhje shpirtërore që është mbajtur brenda për shumë kohë. Kartat tregojnë se kjo javë mund t'ju përballë me emocione që nuk mund të shtypen më, por vetëm duke i parë drejtë në sy problemet apo dhimbjet, vetëm atëherë mund të fillojë shërimi. Unë do të thoja mos keni frikë nga e vërteta, sepse akrepi transformohet pikërisht në momentet kur duket sikur gjithçka po tronditet, por vetëm nëse ju nuk ikni nga e vërteta. Paçim.